Përshëndetje, sot do përgatis një ëmbëlsirë shumë të shijshme. Ëmbëlsirë me kakao, që me të vërtet bëhet shumë e mirë. Fillojmë. Për këtë recetë na duhen 4 vezë. Vezët duhet të qëndrojnë në temperaturë dhome. Këtu do shtoj një gotë me sheqer, gota është 200 ml, dhe i përziej me mikser për afërsisht për 5 minuta, derisa të krijohet një shkum e bardhë dhe e trashë. Pasi vezët i kemi rrahur dhe janë gati, këtu do të shtojmë një gotë me qumsht. Ta i shtojmë 100 ml vaj ose gjys gote, një paku sheqer vanilje dhe do t'i përziejmë pak me tel. Pastaj do t'a shtojmë edhe mielin, një gotë me miell. Shtojmë edhe pluhurin për pjekje, 2 pako pluhur për pjekje. Do t'i përziejmë me lugë. Pra, i përziejmë me lugë, jo me mikser, derisa të bashkohen mirë mielli me vezët. Pastaj shtojmë kakao, 50 gram kakao, ose 3-4 lugë të gjellës. Dhe vazhdojmë e përziejmë me lugë, derisa të krijohet një masë e trashë. Pasi e kemi gati brumin e ëmbëlsirës, ne vazhdojmë edhe do e hedhim në një tepsi. Kjo është tepsia të cilën unë do ta përdor, është një tepsi katrore. E hedhim në tepsi. Pasi ëmbëlsira është gati, ne do ta shkundim pak kështu, që të largohen këto zbrastirat të cilat janë krijuar në brum. Edhe ëmbëlsira kështu do të na dalë më e mirë. Vazhdojmë dhe e pjekim në furrë të nxehur paraprakisht në temperaturë 170 gradë, për afërsisht për 30 minuta, por duke e kontrolluar se është pjekur ose jo. Pastaj do ta presim në pjesë të katrore. Unë po e pres në këtë formë kështu, por ju mundeni me e prej edhe në pjesë më të vogla nëse dëshironi me ju dalë më shumë pjesë për më shumë persona. Pastaj vazhdojmë me anë të një piruni duke krijuar vrima tek ëmbëlsira, sepse kështu më lehtë pastaj do depërtoj edhe salca me kakao. Vazhdojmë përgatitim salcën. Pra, në këtë tenxhere kam hedhur një gotë me sheqer, 500 ml me qumsht ose 2 gota e gjys qumsht. Pastaj do shtoj 100 ml vaj ose gjys gote vaj dhe gjithashtu 50 gram kakao. Të gjithë këto përbërës do t'i përziejmë mirë me lugë dhe kështu do t'i ziejmë për 3-4 minuta derisa masa të filloj të vloj. Duke e zier do ta përzieni që mos t'ju ngjitet dhe kështu për 4 minuta do të jetë gati. Pasi salcën me kakao e kemi gati, atëherë do ta hedhim me një herë ashtu të nxehtë tek ëmbëlsira e cila paraprakisht është ftohur pak. Pra, e hedhni mbi ëmbëlsirë dhe kështu me të vërtet do të jepni përpos një pamje, një shije shumë të veçantë ëmbëlsirës. Pastaj do ta presim kështu në ato vende të cilat e kemi prerë pak më herët. Kështu salca me kakao do të depërtoj edhe në pjesët anësore të ëmbëlsirës. Siç po e shikoni, me të vërtet ka dalë një ëmbëlsirë shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Nëse ju do ta provoni, juve ju bëft mirë.
Unë po vazhdoj kështu në këtë mënyrë derisa të përfundoj. Gjithashtu, mbi do ta dekoroj me pak kokos. Ju dekorin mund ta bëni sipas dëshirës. Pasi i kam shtuar edhe kokosin mbi, ëmbëlsira po duket kështu dhe me të vërtet ka dalë perfekte. Ka shijen shumë të mirë. Shikone edhe ju vetë se sa e mirë që ka dalë. Nëse ju do e përgatesni, juve ju bëf të mirë. Kjo ishte receta ime e radhës. Deri në recetën tjetër, mirëmbëjtje.